Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Sot është xhumoja e parë këtu në këtë fshatin Morin, xhumoja e parë me një xhami që ka qenë çush e dini vetë fshatarët. Është shndruar në furrë bukëve, pastaj është deformuar krejtësisht. E qysh po e shifni këta kemi lanë për me dëshmua se ky dini është i Allahut. Nuk e kem nreq na, deri këtu ka qenë gërmadha me dhe, e kemi pastrua edhe bon që kjo që po shihet sot. Në rregull, kjo mrekulli. Tash e mas, xhamia u arrit, tash e mas, tash inshallah taala do të sigurojmë një hoxh që do të vinë të falë namazin edhe të mësoje popullin me falë namazin, kënon ezanin, edhe pak edhe pas një mujt po na vjen edhe Ramazani, mu falë namazit xhumojave këtu, mu falët edhe namazet tjera, mu falë edhe mu bon iftari, me hangër iftarin bashk, edhe me ndryshua kretë këtë jetë. Jo që shkemi jetua, ta shë mas ndryshë. Nxënësat e shkollës që i kini 122 nxënësa këtë vit keni pas, djemë dhe vajza, kretë martë të në xhami. Do t'ja u caktojmë edhe orarin, po pak ma vonë. E sot po falet namazi i xhumos pranë këtë xhami, inshallah do t'jetë me bereqet. Me qenë se tash mashkujt jeni poshtë, femnat janë në altë, në Ballkan, ju mësojmë pak në vijat shkurta, që shfalet namazi i xhumas. Namazi i xhumas ka 2 rekat. 2 rekat farz. Por namasi që të thret ezani, dhe të falim një herë mas pari 2 rekat sunnet, tahijet el mesgjid, 2 rekat, mandej dhe të falim namazin e xhumas, pasi që të kryhet fjalimi për ati vendit, se xhumaja ka një fjalim për ati vendit. E kjo xhami, çka ka në përbërje xhamia, që ti vend të thënë mihrab, mihrab, ku imami në falë namazin. Ati vendit i thënë foltore shqip, apo mimber arabisht. Kurse këtu nuk ka shqip kjo fjalë, mihrab. Mihrab edhe mimber, ose foltore. Pse foltore? Vendin ku folen imami. Ka që përbërja xhamis. Xhamiat kush i ruan? Shtëpia jonë, shtëpia Zotit, kretë e ruaj. A shkem në xhami me vjedh? E në këshi a shkem me vjedh? Ku shkojmë me vjedh? Pas kund, pra. Mos të keq kuptohem. Kjo është shtëpia Allahut. Këto ndorë të Zotit edhe ndorë të juj.
Na kemi ndërtua me ndihma vllaznore. Kemi lyp. O bon që kjo që o bon. A jeni të knaqur? A jeni të knaqur të gjithë? Vallahi po. Edhe unë jam i knaqur. Pse? Edhe njëherë pas 60 vjetëve në erdhi një liri për ibadet, për namaz, me qelë xhamin, me ju rikthyje jetës islame përsëri. Na jemi musliman. Muslimani e adhuron vetëm Allahun. E don pejgamberin Muhammedin alayhi salatu wassalam, profeti Muhammed. Apo e kuptoni fëmija? E respekton babën dhe nanën. E don hoxhën dhe mësuesin. Allahin thash në fillim ajo. E don Allahun. Allahun krijuesi i gjithësisë. Kush na ka kriju neve? U kryu puna ajo, punë është e kryer. Prandaj, kadal do të vim në namazin e xhumas inshallah taala. Kështu që tash e thirr muezini ezanin e xhumas. Ezani i xhumas për herë të parë mas dikush po thot 55 vjet, dikush 60, na saktësisht nuk e dim cilën vjet është ndalë në këtë xhami ezani, mirë po sidoqoftë, mas 10 viteve u kthye ezani Muhammedi në xhamin e fshatit Morin këtu në Shqipëri. Prandaj, kështu që inshallah tash e mas do të i rikthehemi xhamis përsëri. Po nuk do më thonë kur t'i kthehemi xhamis e lam shkollën. Jo, se shkolla dhe xhamia janë motër e vlla. A kuptuat? Atje mësojmë mësimin shkencor, këtu mësojmë mësimin fetar. Atje e dëgjojmë mësuesin, këtu e dëgjojmë hoxhën. Cili na mëson keq, mësuesi apo hoxha? Apo asnjëri? Atëherë pra duhet më ndëgjue, inshallah taala. Tash muezini ka më naknu ezanin, e mandej do ta falim 2 rekat tahiyetul mesxhid. Edhe ata 2 rekatët do t'i falim inshallah taala me imam, hoxha jo falen. Mandaj edhe farzin e xhumas dhe fal hoxha, edhe fjalimin do t'ja bëjmë kret, edhe mandaj mas namazit xhumas të gjithë nxënësve të shkollës fillore do t'ju japim çanta. Inshallah taala, djemdheve dhe vajzave, inshallah taala, edhe do t'ju japim të gjithëve nga një libër të fesë, të cilën kanë me mësuar nëpër shtëpia, bashkë me familjarët e tyre, por edhe gjithashtu të gjithëve kemi ju dhënë ka një kollodant për mi pastrua. Kurse një ditë tjetër, inshallah, kam ju prunë edhe brushat apo fërçat e dhëmbëve, si u thoni ju. Edhe ata që të jemi në rrugë të Allahut tamam. Çka do të thonë tamam? Pastërtin, higjienën ta kemi, jo më ardhë në xhami kamët këtë lloç. Këtë pluhën, këtë lloç, çysh ke hi jashtë më hi dhe mranda. Pse e bëjmë për një javë këto? Syhet në te. A keni parasysh? Kështu që tash muezini e thirr ezanin e pastaj kadal i kryjmë obligimet për këtë ditë xumaje inshallah taala. Tjera ditë kur të vini, kur të vjen radha që ta shtim të funksionoj kjo xhami si ka hije, mos më në ardh me brekt mbi gjumë, ndër gjumë me ken. A kuptuat? Jo këtu. Po, ndër. A keni parasysh? Kurse vajzat që do të mësojnë, edhe atyne do t'ju bim të gjithë femnave shamia. A kuptuat? Të gjithave kam ju prun shamia. Inshallah taala. Kështu që do të kemi rregull, do të kemi pastërti, do të kemi mirë kuptim, edhe do të kemi fe. Inshallah taala, u kuptuam? Kështu që tash ezanin e kënën muezini, mandaj nin nga ni i qëmë në vend kreta punët. أشهد أن لا إله إلا الله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad, alayhi salatu wassalam. Lavdi qoftë vetëm Allahut. Lavdi vetëm Allahut, as kujt tjetër. Me merit e lavdrojmë vetëm Allahun. Me merit adhurohet vetëm Allahut. Krijuesi i gjithë botrave, krijuesi janë, krijuesi i gjithësisë, krijuesi i tokës dhe i qiellnave, krijuesi i maleve dhe i drujve, krijuesi i thatësirës dhe i lagështisë, krijuesi i ujit dhe i çdo gjëje. Ai është Allah, të cilin nuk e shohim me sytë tonë nga se janë të kufizuar, por ai na sheh neve në çdo vend. Përshëndetjet tona më të përzemërta, ja qojmë selam të dashurit tonë dhe të dashurit të Allahut, Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili është profeti, pejgamberi i fundit. Allahu ka dërguar 124.000 profetësh. Prej tyne i ka përmendur 28 në Kur'anin famlart, por i fundit është profeti ynë Muhammedi alayhi salatu wassalam, i cili na ka mësua neve të gjithve, para 1400 vjetëve, se muslimant janë vllazën. Na ka mësua muslimant janë vllazën, edhe i ka kap dy duart e tija kështu, i ka lidh njëna me tjetrën, edhe ka thënë muslimani për muslimanin është kështu. As nuk e rren, as nuk e damton, as nuk e tradhton, as nuk e gënjen, as nuk e vjedh, as nuk e mbyt, as nuk e shpionan. Muslimani për muslimanin është vëlla. Mos më paskon muslimani për muslimanin vëlla, une nga rrethi i Prizrenit e që të jetoj në Prizren, çka kisha më ardhë në fshatin Morin, por ka më ardhë të vllaznit e mi musliman. Kjo është muslimani për muslimanin. Qëtë selam, ja quam selam të dashurit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili është profeti apo pejgamberi i fundit. Vllaznit e mi edhe motrat e mia, me qenë se janë edhe femnat në Ballkan. Sot po falet mas 10 viteve, a 50, 60, 40, nuk di, sa as ju s'po e dini saktësisht, vendoret, po falet xhumaja e parë në fshatin Morin. E lusim Allahun xhelle xhelaluhu që kjo xhami të jetë shembulltyr edhe për xhamiat e rrethit, që edhe të tjerat le të jenë aktive. Jenë prishur xhamiat, jenë shndruar në depo, në magazina, në furrë buke, në fabrika të vogla, jenë deformuar, jenë shkatruar fare. Mirë po erdhi koha që edhe një herë të i rikthehet fytyra e dinit islam në trojet tona, që të dëshmoj edhe kjo xhami e gurit, xhami e marume me gur, e që nuk ja kem sovatu mihrabin, e që duket deri ku ka qenë e mbushur me dhe mbeturinat e furrës, e tash dje dëshmon me gur, se edhe njëherë u rikthye shtëpia Allahut dhe ju rikthye fytyra asaj. Shtëpia të Allahut, xhamiat, ju i ndërtoni, ju i mirëmbani, ju i hapni, ju namaz në te faleni. Xhamia është shtëpi e dritës, shtëpi e Zotit, është shtëpi e dritës, e cila na mëson me adhuruar vetëm Allahun, me i qu selam të dashurit tonë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, me respektu babën anë. Na mëson xhamia halalin dhe haramin. Çka është halal? Gjithë çka është halal. E çka është haram? Haram është. Allahut nuk i përshkruhet shoq. A ka shoq Allahu? Zban të besojmë në gjërat e kota, të besojmë në varre, në drunj, në gurëz, e kështu më radhë. Zban të besojmë në gjërat kota, në njerëz që kanë vdekur të ju lutim të i gjalli me ju lutur të vdekurit. Kjo është gënjeshtër, kjo është tradhti. Xhamia na mëson me e dasht babë dhe nanë, me respektu babë dhe nanë, me e dashur njëri tjetrin. Xhamia na mëson çka është harami, e ndaluar. Çka është harami e ndaluar djem? E ndaluar është mos folni se nuk ban me fol, veç keni mengua. Harami e ndaluar që është? Haram është e ndaluar
Me vjedh, a bën me vjedh, a bën këjshis mja vjedh një pull, një ve, ose mja shti dorën në gjep, ose a bën të pim duhan, a bën të pim alkohol, ose birë, zban haram, a bën të pim drog, ose të shesim drog, zban haram. Mos të mendoje dikush që me haram ka me u pasuru. Mos të mendoj dikush se me alkohol do pasurohet. Mos të mendoj dikush se me drog do pasurohet. Droga në shoqëri është sikur qumshti tamli, qumshti në zjarr. Mushet të ngjerja, mushet, dikura fillon me derdh, edhe derdhet deri në fund. Sa është haram. Kështu na mëson xhamia. Xhamia na mëson kundër vllavrasjes. Xhamia na mëson zhvillim dhe jetë. Feja islame, feja jonë islame. Fundi i kësaj është, o djem, ju më të vjetrit edhe ju fëmija, fundi i kësaj është prej xhamis që mësojmë dinin fejnë e Allahut, fejnë islame, me fitua parajsen, apo me fitua xhenetin, me pështua prej denimit Allahut. Prandaj, unë prej kësaj foltore të vogël, që për herë të parë sot kemi ardhë këtu, për herë të parë po i folim para juve gjërat ma elementare që duhet me i fol, që t'jeni të gjithë së bashku, t'jeni unik, jo kundër njëni tjetrit, jo ta sulmoni njëni tjetrit, por ta duni njëni tjetrin, t'i respektoni babën e onë, t'i nderoni mësusnat e juj, t'i respektoni ma të vjetrit e juj, të i ledhatoni, apo të keni mshirë ndaj ma të vezlive t'juj, jo të përqaheni, jo të ngacmohenin me zveti, jo të shahenin me zveti, jo të ofendohenin me zveti. Musliman, me plot kuptimin e fjales, kështu na mëson Kurani. Prandaj në të ardhmen, inshallah taala, ditëve të ardhshme, kjo xhami, kjo shtëpi e Zotit, kemi me angazhue bashkë me miftinin e Kuksit, inshallah taala, njerin adekuat i cili do t'jo mësoj e fejnë, dë vjetrive dhe trive, pse edhe i vjetri, 50 vjeti kanë kalu, ka harru çdo gjë. Ai do të vijen gunjës, do të vijen para hoxhës, të mësoj elhamdulillahin, të mësoj cilat janë kushtet e fesë islame, me thonë ashhadu an la ilaha illallah ve ashhadu anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu, e para, e dyta, me fal namazin, e treta, me dhënë zeqatin, e katërta, me agjeru mujin e shenjtë Ramazanit, dhe e pesta kush ka mundësi me shku në qabën e shenjtë, në haqjullëk. T'jo mësoj e hoxha, kushtet e imanit, të besimit, bindjes, ato jenë 6, me besua Allahun 1, me lekt e njujt e Allahut 2, pejgamberet, profetet e Allahut 3, librat e shpallura 4, caktimin e Allahut kadan dhe kaderin, caktimin e Allahut 5, dhe ringjalljes pas e vdekjes 6. Këtë të gjitha kanë më mësu në xhami. Unë si hoxh prej Prizrenit që jam, do t'jem bashkë me ato që do t'ju mësoj e juve. Edhe unë do të angazhohem, jo vetëm se jem angazhuar me ndërtimin e kësaj xhamie, po do angazhohem kjo xhami pa juve çka bëhen? Pa juve shndrohet në shtall, pa juve damtohet, pa juve ankohet, pa juve lëndohet, ju do të aruni. Mos mendoni dikuj me i shitment, me qenë galoman dhe krenar para njëni tjetrit, me hec shtremt kështu, apo me hec ashtu. Jenin me zveti kështu. Aso është ma mirë me qenë me zveti vlazë? Mësë mundoni askush, kërkujt mësë më i shitment. Do të keni hoxhën, me hoxhën bashkëpunoni, të konsultoni. Kështu që djem gjëmat, 30 vjetër, ju këtë shtëpi e hjeshoni, ju këtë fshat e hjeshoni, ju këtë shtëpi e shumtoni, ju këtë fshat e shumtoni. Ju e hjeshoni, ju e shumtoni. Ju e nreqni, ju e prishni. Ju e stolisni, ju e qërëditni këtë vend. Allahu ju ndihmoft juve të gjithve. Prandaj po ju thëmë vllazërit e mi. Me qenë se është fjala e parë nga kjo foltore, nga kjo mimbersh, në xhamin Morin, të këtij vendit, për mua i bekuam, për arsye se këtu para 10 viteve o thirë ezani Muhamedi, e i ka ardhur koha edhe një herë të thirret ezani Muhamedi. Prandaj nuk duhet ta zgjati më shumë fare, për të ju them të gjithëve juve për hajru koftë edhe një herë kjo xhami. Allah ju ndihmoft me qenë me zveti unik,
vllaznit e juj, si në rrethin e anën e Kukësit juj, si në rrethin e Prizrenit, në vllazën jemi, edhe me qenë se kufini është, s'kemi që ka me bo, inshallah një dit, kufit dhe të thehen një herë për gjithman, mirë po vllazni Llaku, sikur që e pa dje në plakatën që e qitëm këtu në xhami, vllazni Llaku nuk njeh kufi. Pra ne pse s'ka njoft kufi, kemi ardhe, kemi ndërtu pa problem, do të hajmë bashk, do të pijmë bashk, do të mësojmë bashk, do të edukojmë këtë popull bashk. Por, nëse ju, prindët e këtij fshati, nuk angazhoheni për evlat të juj, nëse babat dhe nënat nuk angazhohen për fëmijët e vetë, ata fëmijë do të jesin rrugaq të rrugëve, do të pinë duhan, do të ju pinë drogë, do të përlahen me zveti, do të sakrohen me zveti, do të bëhen të këqi, mirë po prindët kanë obligimin më të madh, e mas prindëve vjen personeli, hoxha dhe vjen mësuesi, që të dytë të bashkëpunojnë edhe prindi, që kjo shoqëri, ky brez, ta ndryshoj krejt strukturën e vetë. Po shpresojmë të ardhmen që do të jemi më të mirë sot se që kemë qenë dje. Nesër do të jemi më të mirë se që jemi sot, inshallahu taala. E lusim Allahun xhalla shanuhu, Allahit na ketë pranue këtë punë që kemi bë. Çka do të thonë Allahi na i ka pranu? Allahi më na i pranu mbi shtatin qiell, Allahu më na pranua neve punën në tokë. Pse? Se nga një herë masi ta marrësh, inxhinieri thotë ke që ke bën prishë krejt. E merrosh një objekt, vjen inxhinieri dhe arkitekti edhe thot, e ke bën keq, prishe deri në fund. Edhe na, e kemi bën një punë, inshallah për Allahun e kemi bën. Allahu ja u pranoft, ja u bëft kabull, ja u pranoft krejt ata që kanë dhënë lek për këtë objekt, se kjo objekt afër 30.000 euro ju ka kushtu. Allahu ja u bëft kabull të gjithë atyne, pra ne i po thom, inshallah na i ka pranu këtë mund Allahu xhalla xhelalu. E si të na i ka pranu Allahu xhalla xhelaluhu këtë mund, do të na i pranoje edhe ata që janë në këtë tokë këtë mund. Pra edhe populli do të jetë i kënaqur me këtë punë, inshallahu taala. Kjo xhami tani u bë me minare, u bë edhe me ato parlanta të fortë, të cilët do të japin ezanin Muhamedi e të dëgjoj jo vetëm njeriu me laçe, gjinni musliman, po edhe kafsha do ta ndëgjoj fjalën Allahu Ekber, edhe bima dhe çdo gjallës tjetër do ta ndëgjoj fjalën Allahu Ekber. O vllaznit e mi dhe ju o djemt e mi, o dvezhlit e mi, lutni Allahut, çoni duart prej qiellit kështu. Edhe thoni, o Allah, prano këtë lutje. O Allah, prano këtë lutje. O Allah, pranoj lutjet tona. Lutni Allahut xhalla xhelalu, ja Allah, na udhëzo neve në rrugën tonë, ja Rabbel Alamin. Ja Allah, na udhëzo në rrugën tonë, ja Rabbel Alamin. Ja Allah, mëshiroj prindët tonë, udhëzoj prindët tonë, udhëzoj motrat dhe vëllezërit tonë, udhëzo farefisin tonë. Lutni Allahut xhalla xhelalu, ai është që ja u pranon lutjet e juaja, e Allahu na i pranoft të gjithëve. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Inshallah taala, pra mas namazit të gjumas, ta falim namazin e gjumas, edhe me ato mbaron dita e sodit, pastaj inshallah të gjithë fëmijët që janë këtu nuk do të dalin jashtë, të gjithë do jenë këtu, do të marrin çantën e tyne, edhe do të marrin një libër, edhe do të marrin një kolladant për pastrimin e dhëmbëve, kurse inshallah nesër, inshallah, nëse bon Zoti kismet, edhe nesër do ta kemi edhe brushën e dhëmbëve inshallah taala, që të jemi ne të fillojmë prej startit, prej fillimit. Jo me duhan. S'ka duhan. Ka fërçë dhe kolladant, dhëmbët të do pas. S'ka drog, s'ka birr, alkohol. S'ka. Ato janë haram, të ndaluara. Feja na i ndalon. Ne e pranojmë. Çka pranon feja, ne e pranojmë. Çka ndalon feja, ne e pranojmë. Këto ka ndalu se përdorim, këto ka leju e përdorim. E kështu më radhë, sikur mishin e derrit, a hajmë në? Nuk, ajo haram, i ndaluar. Prandaj, mishin e qenit, a hajmë në? Edhe ajo kafsh, mishin e ujkit e të arushës, ariut, a hajmë në? Edhe ato ndalohen. Kështu që, inshallah taala, sot le të jetë me mashkuj, kurse nesër të gjithë ju që jeni fshatarët e vendit, dëshira jonë është, nëse ju nuk na keq kuptoni, që kretë jenë femnet në xhami nesër, femnet e fshatit. Për çfarë arsye? Edhe unë do vi me shoqën time këtu. Edhe gjithë femnave do t'ju sjellim nga një shami. Shami, thoni ju, shami. Mashkuj nuk ka me pas nesër. Në drek, në namazin e drekës, në ora 1.
ju i informoni nënat e juja, hallat, tezet, gjyshet, kanë e kini shtëpi, motrat, kretë më në ardhë në xhami, gjithë fshatit Morin. Por arsye të gjithë kanë me falë edhe ato një namaz, edhe unë do të vi me gruan teme, jo vetëm, për me shoqen time, edhe ju folim 2 fjalë për Allahun xhalla xhelalu, edhe të gjitha kanë me marë, kanë i shami, le të dinë edhe femnat e fshatit se kjo është shtëpia Allahut xhalla xhelaluhu, kjo është drita Allahut subhanahu wa ta'ala, insha Allahu ta'ala, andaj nesër me femnat në namazin e drekës, sot me juve kem, edhe kështu do të vazhdojmë ditëve tjera, insha Allah shumë shpejt do të caktojmë me miftiun e kuksit njeriun i cili, insha Allahu ta'ala, do t'ju vi, t'ju mësoj fejnë. Biiznillahi ta'ala, wa salillahumma ala sejidina wa nebina Muhammed, wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطار نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطار نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر